pacienti ka fillu me qenë pak ma kërkues, me kriju një vetbesim në bazë të informatave që i merr do kudo në internet që i gjen, të bazuara në fakte të pabazuara, diçka që i ka pëlqyer ose që i ka pëlqyer më pak, edhe nuk e shem si referencë të vetme mjekun për mu informu për gjendjen shëndetësore ose për mu orientu se si me vepru më tutje, edhe kjo për rrit riskun për dame serioze shëndetësore. Pra ka rreziqe në këtë drejtim. Gjithsesi, praktika që është realizu deri tash në atë raportin mjek-pacient, ku normal ka një disbalans të informacionit shëndetësor, më thonë edhe të njohurive, sepse është përgadit një mjek, përgaditet me 6 vjetë studime, pastaj me 4-5 vjetë specializim, plus praktika që e bën eksperiencën, e ka një disbalans informatave me pacientin që vjen, që kushtimisht nuk ka marrë një studim, apo nuk ka fitu një background shëndetësor që ka mjeku, edhe ka mujt me orientu shumë më ndryshe. Tash, kur vetë kërkojnë, vetë marrë informata, edhe gjejnë produkte nga më të ndryshme në internet, ta përdori këta ose atë tjetrën edhe këtë tjetrën, ka ndryshuar shumë situata, edhe po e bën më sfiduese menaxhimin e pacientëve të cilët mundohen me gjetë edhe një ilaç çuditërbërës, edhe mrekulli bërës, të cilën e kanë gjetë diku në internet, edhe dojmë vazhdu me përdor ato për me kurru gjendjen e vetë shëndetësore. Këtu është ajo rruga e mundësisë së keq informimit të pacientit? Tash, nështë ta kishim mujtë tash... Ju e thatë më herët që edhe mjeku e përdor inteligjencën artificiale për të konsultuar, për të bërë analizat ndryshme, mirë, po mjeku e di se në çfarë ku t'i bëj dallimet. Pacienti ku rrezikohet? Bash me ditë ku me bë dallimin, po është qëllimi i përdorimit prej mjekëve dhe pacientëve ndryshon. Për shembull, nëse një mjek ose një staf shëndetësor e përdor për analiza ose krahasime të ndryshme të situatave. Por edhe pacienti mund ta bëjë të njëjtën. Pra kërkojnë nga AI që t'ja komentoj rezultatin e analizave. Nuk e bën vetëm krahasimin, ai mundohet me gjetë një informacion, me ardhë dhe një informacion që i duhet e bën vakit se ka bë pyetjen e duhur. Të njëjtin send bën vakit të dy të kërkojnë, po me njohuri që i ka mjeku e përshkruan problemin ose pyetjen ndryshe pacienti në një formë tjetër. Me diagnozat diferenciale që mundet mi pas në kokë ose në njohuri mjeku ose stafi shëndetësor, e ka një qasje tjetër ndaj informacionit që merr prej AI. Pra qasja e mjekut është bashkëpunuese, sepse mjeku ka njohuri për problemin që po trajton. Gjithsesi, pastaj orientimi vetëm në një drejtim ose vetëm me një rezultat, vetëm me një analizë, vetëm me një produkt, është i mangët edhe mundet me kon keq orientues.